Mirëmëngjes, si mirëkthyer të pjesë të dytë dhe na është bashkuar Sa po ka dalë nga qarkullimi, është ngrohtë akoma. Po, libri 350 receta për 80 sëmundje. Tani doli nga qarkullimi, apo? Jo nga qarkullimi, koleg. Shumë tha profesori. Në qarkullim. Në qarkullim. Është edhe shqip dhe gjermanisht, apo vetëm shqip? Jo, vetëm shqip, gjermanisht më vonë. Më vonë. E ke menduar? Do më thënë... Edhe gjermanisht? Po, Anglisht. Po, tjetër. Ka shumë interes. A je gjerman, valla? Po. O mbes, pse nuk e beson? Kam një vrejtje. vrejtje. E ke shkruar mbrapa. Mjeku i njohur alternativ Hysni Dangshi ka lindur në datën në Klos të Burrelit. Po ne si jemi Burrel, ne jemi Burrel. Me ka bërë me rëd vogël. Ka shtyp shkronjat e Ma qa faj ka aj, nuk ka faj. Por gjithsesi, ja vlen, sepse... Më mirë ta është një gërëm se të shtoj, se mund t'ishte në Klos të Burqelit, për shumë. E kuptona për. Por ka një gjë mbrapa të cilën ne na mbetet pak hatri, domethënë unë nuk e prisja nga. Do të ishim të parët. RTSH MCN, ABC News. Te MCN e ka vënë pikë madje. Ora News. A është e vërtetë që të mirë presin atje, të presin më mirë se sa këtu? Jo. Po jo, po çon Do jam si në shtëpinë time. Por në votimin në gjuhët të huaja do ta kemi të parën ABC. Janë për 350 receta për 80 sëmundje, unë 74 kam. 6 Nuk më bët 10. Do më thënë, 4 bim janë të pazëvendësueshme për organizmin ton. Gruri. Që bukaq. Po. Vera e rushit, po ti më të spi, olla? Ja, e pi. E pi verën tje? E përzi pak me kola. She. E zbus. Ama. Po. Ulliri, vaj, besoj, dhe aloe vera. Me të shebin kërusë. E para ushqen, e dyta gjallëron zemrën, e treta vendos harmonin, dhe e katra e pëshëndet. Kush e ka thënë thoti? Kristofor Kolombi. I cili vdiq herët. Nuk do t'jeton dhe... As 50 vjeç më duke se si ka bo. S'ka problem. Po nese nuk ka rëndësi. Urime. Urime, votimi duke është serios, dhe mua më pëlqen që ka i koncentruar dhe direkt, pa shumë pra shof këshilla precize për çdo mundje. Dhe ajo që duhet vlerësuar janë edhe bimët në fund fare që na e bën më të thjeshtë për të njohur, edhe për të mbledhur edhe bimë ngjyra. Thunder mushka, po. Ky është një libër që ka ecur shumë. Netulla është. Dhe e riprodhova përsëri dhe bëra ca shtesë. Sa mirë ke bodë. Shumë bukur. Ja të shohin çik nga ç'a bujnë. Parazitët e zorëve, është po kolegu. Ndër parazitët që takojnë shpesh te njerëzit, parazitët e zorëve. Se të kapi dora parazitët. Kolegu e ka problem. Anemit, ja, për këtë që do të flasim sot. Anemia. Ja, më shkoj dora fix këtu. A dukem tip anemikun ti? Jo. Se më zë gjumi. Bileti e ke kaluar hemoglobinën në shkallën e duar. Pra, nga 11 me 16, ti je tek 16 e fundit. Dallohet me sy të lirë? Pra, je super. Jam smur? Je super. Je shumë mirë. Ja mirë. Je shumë mirë. Pse, koleg, pse bë fytyrën ashtu? Bën keq kolegë, sepse u mësova me ty, ta bëjmë të dy dot? Jo, pa kolegun jo. Pa kolegun jo. Por gjatë pranverës na zë gjumi. 3 pika mbështetit unë, gjumë. Po edhe nuk zë gjumi. Edhe zen edhe nuk zen. Koleg the 3 pika, po si janë të 3 pika? 3 pika është unë edhe të flas sot për gjumin, të ndënjurat dhe shpira. Edhe të flas sot për gjumin dhe pa gjumësinë, sidomos në sezonin e verës, të pranverës dhe të verës, janë shqetësimet që vinë në zëngjirë, por shkaqet janë shumëta dhe çdo pacient që ka ankesa i paraqit mjekut, ai në vetvete shikon hallën e problemin që ka, sepse stresi me ngarkesa, sëmundja që ai kalon, diabeti, tensioni, zemra, ankthi, depresioni, papunësia, ekonomia, pra janë shumë shkaqe që sëmundjet dentare, sëmundjet kardiologjike, sëmundjet tumorve e tjerë me radhë që shkaktojnë këtë pagjumësi. Por ende vetë sezoni që kundron shtinë, pra nga dimri... Ndrohet gjaku tani apo jo? Ndrohet gjaku. Ndrohet gjaku. Për shembull, ne burrat ndrohet gjaku çdo 4 vjet dhe femrat çdo 3 vjet. Si ndrohet gjaku? Po është një cikël i gjatë që... Jo, pyetja është nga del ku hy. Jo, nuk del hyn, vetëm ai ndrohet aty brenda për brenda të trupit. Qarkullon, pra, qarkullon. Ke parë një burim që qarkullon ujit edhe nuk kthehet më mbrapsh? Edhe kjo ashtu është qarkullimi. Ke dëgjuar ndonjëherë për rrugët kuqe të gjakut, koleg? Po. 24 orë kanë jetën.
nga krijimi deri në shkatrimin e shprehjet kaose. Sepse ato çakullojnë në çdo sekondë, çdo minutë edhe ndrohet sidomos. Kjo si ndrohet gjaku, më shpjegoj mekanikisht. Sidomos. Rinovimi i elementeve të figuruar të gjakut. Koleg, lutem, pse janë 4 vjet valla, sikur më qenë zgjedhje. Tash këtë tha doktor Hysniu. Këtë ka unë po rritë zbuluar shkenca. Ka zbuluar shkenca. Edhe ne du flasim të ashtë për njerëzit që ankohen në ta. Sepse edhe ku ndronë ora, që ndronë javën tjetër, pra njerëzit mbeten pa gjumë. Pse? Sepse janë mësuar me këtë orar ngrien herët që në vonë, ose shkën në punë në orarin që në mësuar për 5 për një vit. Dhe pastaj kundronuar, sepse Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Komiteti Evropian e ka deklaruar që edhe si vjet mund të ketë ndrimore dhe s'do të ketë më. Ashtu ka 10 vjet me gjithë. Jo, po do të ashtu sepse kemi ardhur në Ukrainës herë. Njerëzit janë bërë depresiv, njerëzit pa gjumë, ndrimi i orës shkakton pagjumë. Kolege, buan ti këtë ndrim i orës? Jo, koleg, unë në 10.000 lekë naftë edhe makinë. Është si udhëtimi që bëjmë nga një kontinent një tjetër që shkojmë avion që ndroshohet. Ajo po, jet lag. Dita atje nata dhe pagjumësia, stresi është në maksimum. Po pse se jetova në Kanada? Hemoglobinës të lartë që tha doktori fillim 16. Po gjumë topër. Pikërisht pra. Edhe kur ika dhe kur erdha. Nëse nuk ka rëndësi. Po ti nuk jeton, ti je avatar. Njerëzit normal duhet të... Jam qam. Njerëzit normal, kujdes, njerëzit normal duhet ti nuk jetë. Njerëzit normal duhet të flenë 6-8 orë. A mund të shofës edhe nga i se duke se kur shef vetëm mund dhe mos jam unë. Jo, do të flasim për balda çdo kujt. Te pagjumësia e pranverës, kishim edhe luhatje të madhe psikologjike. Po. Prap kemi këtë ndrimin e orës? To gocat që su ka dalë fati, për shumë. I zë gjumi këto që su ka dalë fati akoma? I gjakut, pra. Edhe dalja nga një shtinë në një tjetër, njerëzit demilizohen, njerëzit bën më të plokësht, dhe stresi shtohet më shumë, pagjumësia më shumë, sepse ka njerëz që flenë 10 orë, ka njerëz që për shembull 2 veta ka thyrë rekord botëror, njëri ka fletër 11 ditë, dhe tjeti 8 ditë pa gjumë. Pra, njëri flenë shumë gjatë, 11 ditë. Pra, i kara rreth 665 ditë pa gjumë. Pa gjumë? Ky që flinte, nuk shkote në banë, nuk qoj për të? Jo, ky thyu rekord, sepse ishte njëri që kishte kaluar... Pjetë malazez, me siguri. A i kishte kaluar një traumë para ca koshe dhe nuk flente, dhe si pas ekspertët në botë, vendosën në librin e Guinness si njeriu që flinte me gjatë, ose tjetëri që flinte më pak. Por njerëzit normal duhet të flenë 6-8 orë. Pas ka dhe për maja sëllin të kjo libri. Të kjo libri, pas ka dhe për maja sëllin. Të faqja 24. Po pra, të edhe së mundin e kërësore, i kemi përshkruar, sepse mundet jenë pa fund, për të edhe së mundet me kërësore që njerëzit të përdishëm mund të gjenë bimet në natyrë, mund të gjenë ilaqin, e së mundet vetë edhe pa konsultuar me mjekun. Sepse janë shumë sëmundje që shkaktohen në prani nga shumë faktor, dhe njerëzit duan të gjenë bimen kuruse, duan të gjenë ilaqin kurus, edhe kur bëhen më e vështirë, pastaj kontaktohen me mjekun alternativ, ose mjekun kurus, ose mjekun e lagjes, e specialistë ndryshëm. Fantastik. Kështu që bimet që gjenden në natyrë dhe shërbejnë për pagjumësin, janë lule basani, janë kamomili, janë lule bliri, janë në disa bim lavandulja, kalendulja, janë bimet që gjenden edhe kollaj në trek edhe në natyrë. Edhe njerëzit i përgatisin edhe në kushte shtëpisë për parë... Për gjumin, e? Po, për pagjumësin, sepse ka plot ilaçe, përveç ilaçe sintetike dhe ilaçe tjera bimore natyrale në formë tableta që i bëjnë shumë shtete, dhe sidomos leonuri i zemrës, sidomos që bën me bimen e jamballit, është një bim që është relaksu sistemit nervor, sepse kjo bën një ngërçë në sistemin nervor, sidomos nga ngarkesa e personit, nga stresi, nga hallet e problemet e ditës që ka, edhe shumë njerëz përpërliten natën në krevat,
herë bëjnë 6 orë gjumë, herë 8 orë gjumë, herë 4 orë gjumë, do thotë që po kaloj mbi 6 orë gjumë edhe sipër, do thotë që ky njeri është ngati normal. Në qoftë se gjumi paksohet ke ky person, atëherë do të kërkojnë ndihmë ke mjeku alternativ ose mjeku tjetër kurus, sepse mund të jetë një shkak i zemrës, i tensionit, i nervozizmit, i stresit të ditës, ose një smundje dentare ose smundje të zemrës, tensionet tjerë me radhë. Po, dhe lidheshin pikërisht me këtë fakt, në pranverë, temperaturat rriten tani, edhe shkaktojnë disa gjëra të pakëndshme në trupin tonë. Po, atëherë shkakton edhe anemia, debolesë e trupit, zverdhja, dhimbje të kyçeve, një plogështi gjatë ditës, shkon edhe kur shkon në punë me turnë edhe kështu shkon si i përgjumur. Pra, do thotë që menjëherë duhet alarmohet nga pacienti, mjeku. Ditë në hënë e kam këtë. Për të Ditë në hënë nuk du me ikën punë, sikur bëhet nam i zi. Edhe më fliet gjumë gjithë ditë. Jam anemik vetëm të hënë? Jo, atëre nga fund java ju dhe ne dalim me shëtisim. Me shëtisim, për gjithë porosit e Kristofor Kolombit i bëjnë fund javë. Po, Kristofor Kolombi ishte aji që i bitër edhe për qatë. Ira, po vdi herët, me thonë drejtë, nuk e di, nga se vdi që Kristofor Kolombi? A i nga marazi. A i merte bimin e jetës me vete, lëngun gjele aloe vera, ku dhe që u thonë të në botë, merte sepse a i ushtimi jetës, po. Kristofor Kolombi, po. Kristofor Kolombi e mante në dia për Magellanin, po vetëm se na e dogje Magellanin, e vra. 55 Kristofor Kolombi mante me vete Bajagi plak. lëngun gjele aloe vera. Në 1506. Po shive erë Magellanin, a misatën a e vra. Magellanin dhe a i ushqente gjatë udhëtimit vetëm me lëngun gjele aloe vera. Kristofor Kolombi. Ashtu, e? Po. Në më thonë, rritë disa ditë në det në udhëtim, edhe s'kishte ushqime vete dhe mbante lëngun gjele aloe vera me bidona, me shishe dhe e pinte gjatë rrugës. Qa është këtë gjele aloe vera? Aloe vera, bima me gjeli. Aloe vera? Aloe vera. Gjel. Lëngun gjel, ja, ku e ke lëngun gjele aloe vera. Ka një tunë mrena, ke pas si të komunikosh me Gjerma. në gjethen e saj, ja ku e ke në faqën e parë në Kopertin. Kjo? Po për aloe vera. Mate, Kristofor Po, aloe vera, po. Po, pra, ndaj ka folë për këtë aloe vera. Kjo është pelazge, kolega, aloe vera? Aloe vera? Pelazge, po, Do se do i rrim ase teorie, se cile nga këto. Ashtë, ajo bima 2000 vjeqare, gjithë Kina, India, Amerika, Kanadaja, e përdorën mira vite më parë, edhe Kristofor Kolombi, me qenë se ushqente gjatë udhëtimit me të dhe kudo që u thonte, mbante lëngun gjele aloe vera, sepse ishte ushqim për ta. Kjo si ishte kjo smundja e dytë që do flisim pa... Jo, kemi qerat të trajtuar, por jemi të anemia. Anemia dhe nuk e dip se unë e hap të libri këtu pikërisht. Të anemia. Ju thoni për rënjët e sanzës ose gentiana. Gentiana dhe sanza janë bimet më të mërgëzueshme për anemin. Ma thatë ju mua këtë kur... Gentiana kam pasi shoqi. Edhe... Ose gentiana, se tëja të latinisht, dhe më thëmë, është një bim e cila shkëpen edhe për syrin kam përshtypjen. Po. Për syrin e keq. Gentiana, Për syrin e keq? Për syrin e keq, po. Si bët kjo? Si kripa, si për sobës? Jo, zehet në formë qaj. Edhe digjet bëhet kështu e tymosme, po. Pra, për syrin e keq, që nga bima e gentianës. Për... Po, ata që janë martuar me gentiana? Për anemin, rezultatet për krye jep edhe melqia zeze viqit. Melqia. Po, sepse është një produkt plektoral që ka më shumë unë kam një gju për shpretkën. Ja. Ka hika jo kohë që thoshen të vjetë shpretka është si një filtr makine që mban gjëret e pista, pra. Kurse melqia, është ajo është kagullues e gjakut, pastrues e gjakut. Kam shumë qef shpretkën, si ma e bona këtë? Po jo, shpretën se hanë në bota. Urna, e gri, olla? Ja, po. Për anemin, tani. Atje ku morim mishin edhe të mbrenshmet e baktive. Po jo, më burse në korë që bëjnë shpretkën mbushur. Me dëgjëm të shi. Dëgjëm pra, të shpretkën, kur e kap me dorë, është si sfunjer. Po tjetë si dojë është e shumë mirë. Kur e kap, është e rëndë. E shkon me vera, po. Dhe po ta qajsh me thik, a i bëgëzë... Po kolegë, të nuk ha shpretkën ti? Jo. Unë e bashkë kemi ngrënë, por. Ore mund të hajnë kur shdet. Mos u zinë. Po nuk ka asë një efekt. Si zota kësha ngrënë. Shpretka s'ka asë një efekt. Asë një vit kuruse. Melqia zes, po. Mere melqin e zes, ajo si plumë. 39 vjetë të gjatë të jetës time që kanë shku dëmë. Po.
Dhe mësove tani do të ndryshosh menun. Doktor, kemi dhe ki në fushe. Kim fusha? Qëfar është bim? Është bim. Për anemin. Po, është një bim e mrekullueshëm që rritet në kodrina dhe shërben për anemi dhe ato mund ta përdorish në formë çaj, për shembull një lugë gjelle në një gotë ujë, vjen për 3 deri 5 minuta dhe pihen gjatë ditës. Mes drejt dak para buke. Ki në fush bashk. Kim fusha. Një lule e çuditshme. Por, kjo është interesante. Në fakt nuk e di pse nuk më i thatë kur ju pyeta, por dëgjoni me vëmendje. Për anemin, merrni një gotë gjak nga baktia e posathërur për të jetë gjak i freskët. Për të shijuar këtë, e përzjeni me lëng mishi, me mendër, rigon, majdanos. Dhe me kimi vazhdojnë për 10 deri në 15 minuta. Sepse kjo është një furmë arabe, është shumë e përkryer. Nuk e bëj dot të. Sepse është si një... E kin fusha që ka kjo këtu. Po, kin fusha, po. Po, dhe gjaku i baktis? Sepse kjo është si një transplant gjaku që i bën i pastrim gjaku. Në cilat Se si e dakord, se nuk e dakord, gjithmonë nuk e dakord. Acidi kloritrik vepron me hekurin që ka gjaku edhe as janë son, kolege. Tashti, përdorimi i këtyre dhe kombinimi receptare i tyre e ka rrit anemin, dhe më thënë njerëzit kanë qenë me një anemi absolute gati si leuqemi akute dhe janë kthyer për brenda një muaji në gjendje më bashkë. Okej, hekuri mbetet, ndoshta bëhet me absorbueshëm, unë flas mirë. Jo, siç bëjnë njerëzit plazë me gjak, ashtu është edhe kjo kur përdoret me bimën. Nga qingji? Edhe kim fusha që përdoret me verë, është e mrekullueshme. Po, me verë. Verë të kuqe? Po, me verë të kuqe. Pra, për të rritur Po, ja, anemi. pra, kjo është ilaç në hapë. Po, pra, po. Jo me anemi. Po, pra, ka shumë metoda. Tani, si ishte kjo i gjakut, do me pi esëll të, apo? Si pjet? Ja, ta e ketë të shkru. I baktis, po pra. E për lexoj që Po jo, nuk thuhet se kur, ta marrim në mëngjes, ta marrim në Kjo merret në mëngjes esull. Esull. Mëngjes esull. Rezultatet me të përkryer i ke në mëngjes esull, sepse bën një pastrim total të saj. Njerëzit të shëmuar me smunët e rënda, për shembull, kur janë me tumor, përdorin gjakun e gomarit. E mojnë me shëringë veterinare edhe e pinë, 20 ml esull në mëngjes, që është e përkryer për këtë, dhe gjaku i breshkës që është me leuqemi, që është tepër e përkryer. Një person që është me leuqemi, me ka kaluar anemin në maksimum dhe ka kaluar në leuqemi akute ose kronike, i jepi çdo ditë esull në mëngjes gjakun e breshkës, brenda një muaji do të rezultojnë rruzet e kuqe. Për shembull, kam patur një paciente, ajo të është i jeton. Jeton që ishte me leuqemi. Pse the i ka që mërzitur? Jo, me dëgjëm pak. Jeton për arsye sepse ishte me leuqemi akute dhe rruza e kuqe ishte 800. Qa thumë? Ishte drejt vdekjes. Dhe unë i këshillova një ilaç që e mora bimor se s'do t'ja përmes emrin në Bullgari. Normal, se do të vinë tani aty të. Dhe gjaku i breshkës për një muaj i rriti rruzet e kuqe nga 800 ja që në 4.300.000. Qa thumë? Ama nuk mund të pijet nga kushdo, po jo? Jo nga kushdo, sepse... Pra, edhe pse kanë këtë lloj duhet bërë disa parametra. Ku e gjeta i? Jo puna, breshka ka sa dush në natyrë. Edhe po t'i thosh një bariu t'a gjendë. Po, pacienti nuk i tregohet se po jetë. I thoshe që doktori po të bëjnë qaj në disa bimet, pra, qaj nga disa bim, plus edhe verë të kuqe. A kuptat? Që pacienti mos ta kuptojnë sepse ishte kjo. Por nuk ka një shije, nuk ka shije. Nuk ka shije. Jo, nuk ka shije dhe pijet pa mera. Vetëm se nuk i tregohet për vetë atë mera për shpeti. Dhe tani se thamë, nuk e mori vesh. Kuptimi e fjallë. Desha me dalë ke fjalla anemi, sepse anemia ka shumë forma metoda kuruse, por gjaku i breshkës ishte më i përkryer. Gjakatarë shumë. Interesante Jo, shumë. janë gjëra të vërtetuar nga shkencëtarët e mjekësisë alternative. Po si emision darge, si emision shumë. Po jo, pse? Horror, vampirë. Po pra. Po s'ka gjë sepse këto janë për njerëzime, për kurimin e njerëzimit. Jo, pa dyshim, nuk e bën dyshim fare. Dhe me thuaj ti mund në cilën preparat sintetik mund të arrish një sukses kaq të shpejtë sa kjo. Po, ty e din më dhe ty e ka praktika. Ka 30 vite që... Jo, nuk e kontestojmë. Jo, ka 30 vite që e kom studiuar për këtë dhe kom përdor ke disa pacient dhe kësot e kësaj dite gëzojnë jetë normale. Si ishte ajo sëmundja tjetër? Atëherë, doktori tha që nuk mund të jap një mjekim të saktë sepse edhe
kolegu, përmendi duhet të vizitohesh, nëse vuan nga endometrioza, duhet të konsultohesh me një ginekolog. Por, ne sot do japim çajra. Unë thash që mos luaj rolin e ginekologit që... Vuaj unë nga kjo... Mos të kalojmë në përplasje, por unë di shumë gjëra për këtë, por nuk duhet të kaloj më tesë, sepse duhet të luaj rolin e saj. Por kurimet për të janë... Ka dhe kurime popullore, pra... Sidomos, cistët që formon në mitër, në vezore, në veshka... Po duhet të aftu që fillim, se kujtohet se kishim ne. Pra, që janë rush ariu, rush ariu, është një shkure e vogël, me kokrat e kuqe. Just a moment, please. Unë kam parasysh, unë kam parë. Dhe ndihmon shumë në reduktimin e cistëve. Pastaj është trëndafili egër, janë gjunusja, është një bim tjetër zvaranike me lule njërë vjollës e tjerë me radhë, që janë ndihmojnë tepër sa duhet në kurimin e cistët. Dhe pastaj më e shpejta dhe më efikase, që këmë tha dhe me emisionet e tjera këtu, që janë rrëjt e brokullës, rrëjt e thatat e brokullës, që shkenstarit i kanë prodhuar në kapsulet. Se paske këtë, rushariu se paske këtë. Ura? Si e ka këtu rushariu? Jo, nuk është përfqirë së mundja këtu. Bimet janë 3500, po unë kam dhënë sa për kryesorët për këta receta që... Rushari, rushari. Po, rush ariu e ka vetë emrin sepse ariu e pëlqen shumë dhe hanë, ka kokrat e kuqe. Rushariu. Arusha, pra, ariu shkon një hanë gjatë dimrit, edhe gjatë pranverës në këta kokrat e kuqe që rrinë rreth 2-3 stin, edhe... Googlova, koleg, më dole gjë tjetër, po, si njerëzit e pësë. Por, kemi dhe çajrat të tjerë që mund në gjendin lehtësisht në shtëpi. Po. Për shembull kemi çajin e gjinxherit. Po, gjinxheri... Që ishte efikas. Rushari. Po, pra kjo. Është me... Nuk e përdorim për krishtlindje, për zbukurim. Po, kurse në mjekësinë alternative përdoret për cistet edhe çaj. Po, dhe infeksionet urinare, vaginale e tjerë. Dhe thamë kemi çajin e gjinxherit, kemi çajin jeshil dhe çajin e kamomilit që përveç se ndihmonin në gjumin, që të kemi gjumë, pra, ndihmon edhe për të mirëmbajtje, po për të reduktuar dhimbjet. Gjinxheri, i lexon tja tjetër na e tregon ne. Gjinxheri dhe shafrani, gjinxheri, shafrani indian, edhe shafrani verdh, edhe i kuqi që janë në formë pistili, që janë të mrekullueshëm për këta. Janë për të qetësuar edhe dhimbjet, edhe qetëson sistemin nervor, kur ishim në temën e parë dhe për pagjumsinë e tjera. Për fiksim, hyn në farmaci në jetë? Hyn në herë në farmaci? Po, shikojmë. Për të ble? Jo, ilaçe sintektike jo, po, ilaçe bimore ka. Jo, hyn vetëm e pa, do më thonë nuk është... Po, hedh një sy, ku të që shkoj dhe në botë, kështu hedh një sy për të kryuat idenë se qëfar... Po vetë nuk merr ilaçe. Qëfar treja... Ke pi në herë aspirin? Jo. Paracetamol? Asnjëherë? Asnjëherë? Shumë rrallë. Po kështu stimulus? Qajra, sa dush për natë për ditë. Për stimulus, do më thënë nga këto, për... Energji? Po, çdo kush në botë përdor stimulant. Po pra ka bim, qajra. Ti s'përdor stimulant? Po qajra. Për shembull, unë bëj një përzierje me, se patëm fjallën ke shafrani i kuq, në formë pistile. Kam makineri të vogël që e bluaj, e bëj në formë pluri, ose edhe ashtu pistile. Çfarë bë kjo? E përzi me mjaltë, edhe me kanell, edhe jep imunitet, rezistencë. Po. Është stimulant, kish për sistemin nervor. Qartë, e kupta. Doktor. Ti kupton gjërat kështu pa thënë? Je gjigant. Doktor Isniu, keni marrë... Duhet ta diskutojmë këtë temë me... Do ta diskutojmë se ka nevojë njerëzimi. E ka thënë dhe herë tjetër të njëjtin formulë. E mban mend të njëjtin formulë. Po jepja pra ti shoh. Sepse duhet të flasim edhe për tensionin, zemrën, stresin, ankthin, pagjumsinë, nervozizmin. Kom sjellën e 2 ilaçe që janë mrekullueshme për këtë. Çfarë këto? Unë këtë, ja merret i këtë. Unë pa këtë nuk udhtoj në asnjë vend. Pse? Për çfarë shërben? Personat që pinë 2-3 Red Bulla, unë pi një stimulant. Unë pi Red Bull fare. Edhe udhtoj sikur të kishe pi... Koleg, prit. Domethënë 2-3 Red Bulla. Domethënë jep imunitet e forcë
edhe shkon me njëherë në gjak, avullon, shpet. Që është kjo? Është 8 bimë mjekësore që i morën malë të Bullgarisë, është një formulë e re e Kalifornisë Amerikës. Aty në Bullgari di po nomi. Po, disa bimë, për tensionin, zemrën, stresin, dhe për arteriosklerozit, për yndyrët në gjak. Qërë që je ka? Regullo cervikali kjo? Po ti folë për se vdikja. Me të gjëmë, në tapit e një? Tensionin, në zemrën, stresin, ankthi pa gjumësi dhe nervozizmin. Dhe për yndyrën dhe arteriosklerozit. E di Fernet. Fernet për sëri? Sepse njerëzit që kurohen nga tensioni dhe zemra me ilaçe sintetike, pra që i themeni sulfata që në bardha, në formë gëlqerosi, edhe ende gjakut gëlqerosen. Kurse vajrat esencial dhe tinkturat bëjnë shpërbërjen e saj. Edhe sa do të robi me këtë në ditë? Në mëngjes dhe ndarë nga gjys tape. Nga gjys kupi, po. Pra që i bi 30 pika. Ja, 30 pika. Mjezë ndarë. Para buke, mas buke? Para buke, e kete shkruar, para buke. Para buke. Fanta, do baleshti mu këta? Pa tjetër. Sa lek bo? Pa tjetër. Jo, mos në gjithë lekë se... Oke, e kuptohet. Se janë të tatimeve. Na vinë këtë. Interesante. Folë për shumë gjëra sot, pra do të thotë që ende gjaru këndarës arterioskleroza, po duhet të themë dhe gjë që njerëzit që vujnë... Po pëlqia dhe e pitë gjithën për jerë. Po nuk pitë, nuk është verë. Do të thush rekordin e atit Guinnessit. Po mi, çdo pije që ti e pëlqen, prapë se pi për një herë, se pijet gradual me glonka. Edhe kjo pijet me pika. Okej, sepse unë në 100 ml i kuvuan një sandal që ajo të shkojnë një muaj. Për një muaj e je imbuluar. Të dopson kjo? Dopson? Jo, nuk dopson. Po kështu në i gjoj që dopson? Të manë zemën e fort. Dhe bile shumë me raste, njerëzit thot në ka shpëtuar nga atake dhe pa infarkte, se kështu thot e shkencëtari që e ka formuluar këtë formulë. A i baleve të Bullgarisë? Po, jo, i baleve të Bullgarisë, a i Kalifornisë Amerikës. është një shkencëtar i vizit. Çfarë ka Kalifornia me Bullgarisë? Jo, këtej mor bimët, atje mor formulën. Pra, atje ka mor formulën, këtej kum gjetë bimët. Po këto ku gjen ambalazhet? Shishet janë prodhim bulgar apo bulgar? Jo, ambalazhet këtu që vinë nga jashtë në furnizim dhe stampat i vendos vetë. Interesante shumë. Faleminderit. Je jashtëzakonshëm. Më thuam shumë gjëra sot. Edhe ju jeni shumë të mirë dhe unë... Të tregojmë kujdes. Unë kënaqem dhe ndjem si... Me kuptova pëse nga ke vën atje të tretët, sepse fa i këtit, se i her pas herë do... 350 receta për te dhe sëmundje. Për te sëmundje. Ma e ke shpje se duhet se është mjeku i familjes. E jep nanës. Edhe unë nanë. Nana gjithë ditë të njëtë, divan sa kur përnojnë në celular, jemi këta dhe... Por nuk thamë moshën që mund të përdoret ky ilaçi. Kur ky ilaçi? Ky përdoret nga mosha 45 vjeç e lartë. Okej. Njerëzit që paraqesin problemet e sonit. Vajtur fytyrë të bukur. O, ysni shikota si është problemi. Ka ca kremra që janë 800 euro. Po. Ka kremra, do 300 euro është okazion. Dhe shiko se çfarë thot ysniu për një fytyrë të bukur. Si e papit. Merrni patatet zjera, si i qëroni, se dialekti është ruajtur, si i qëroni, i shtypni, i përzjeni me qumësht dhe ngjeshni derisa të marrë formën e përres. Me këtë lyeni fërkorën fytyrën çdo mbrëmje. 340 lekë vjetra. Po. Ndërkohë, gratë na grin nga lekët me ca krema. Unë kam ofruar njerëzit dhe pacientët edhe gjithë njerëzit tjerë që kanë dëshirë të lexojnë një libër, formulat pa shpenzime, shumë efikase. Po të le gruja ti thush me 340 lekë. Po të shti, thuj, provoj gruja, merë një krem jashtë që kushton, bëndë këta, grin nga... Shife si dhe ta pastroj fytyrën. Është çështje nese. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Pas pak do të tregojmë historinë e Olsit. Po. Olsi, mi di gjithçka nga teatri kukullave. 50 vite, a? Jam rrit me Olsin. Unë 39 vjeç, ai vajti 54. Shumë kukull edhe ti.